Kur të rritesh, që do bësh? Guzhinjer? Ja, do bëhet një mutë majë. Do bëhet mekanik, quni. Do bëhet mekanik. Ja, do bëhet një mutë majë. E qartë. Shiko, ne thamë që është sinqert, ne thamë dhe prandaj... Të lutem, mami. Pëlqen më tepër dhe justifikimi. Do bëhet shumë i fortë, do bësh mekanik, apo jo? Do bëhet mekanik, do rregulloj makinë. Jo, do bëhet thuaj edhe herë tjetër që ta kapim në gjitha... Që ta kemi në rregull. Dhe kur të pyesin ty çfarë bën në televizor, si do përgjigjesh? Një madh. Jo, mami. Gabim. Okej. Unë them që intervista e rritë si qëllimi në nuk di. Shiko, në fund fare dhe ne paka shumë atë punë kemi bërë. Si ishte? Mutë. Bravo. Një person i sinqert më mirë Soheli sa ata që e thonë në parlament, Do vish të me në opozitë e thonë. Po të bëj një pyetje dhe dua vetëm një përgjigje. Nga gjithë intervistat e sot, nga gjithë emisioni sot, çka ke mësuar? Sot kam mësuar që ne të dy, kur të rritemi, do bëjmë një... Që do bëjmë? Qash? Bravo! Pra, intervista e vitit.